Sot e kena bo një kallëzim penal ndaj kompanisë Unimes, edhe kur gjo s'po lypën ma shumë, as ma pak, thjesht veç drejtën temë edhe më koni lirë. Kur gjo veç paret e mia thjesht, për ma shumë rreth kësaj edhe avokat jam. Përshëndetje, faleminderit për prezencën e juaj në informimin ton kaq shpejt. Po, si tha dhe Gjesi, sapo e dorëzuam kallëzimin penal, bazë ligjit për drejtat autorit, gjithë e dim që drejtat ekonomike janë drejta që i takojnë ekskluzivisht autorit, kështu që Gjesi na ka paraqit një kontratë, bazë cilës që janë shit drejtat e autorit dhe ato shkruan si palë në nënshkruese kësaj kontrate që është edhe Gjesi. Gjesi asnjëherë nuk e ka nënshkruar kontratë, asnjëherë nuk ka qenë në dijeni të ekzistimit të kësaj kontrate dhe as që e ka po më herët. Kështu që bazë kodit penal, këto veprime që gjenden në atë kontratë dhe pasojat që kanë derivu prej saj përbëjnë vepër penale që sankcionohet sipas kodit penal, kështu që për to arsye kemi paraqit kallëzimin penal.